Ju jeni një nga miqtë historik më të afërt me Josif Drobonikun. Kur jeni njohur me të? Çfarë mund të na tregoni? Miqësia jonë është e hershme që në bankat e liceut artistik dhe mëtej në auditorët e Institutit të Arteve dhe akoma mëtej në ardhjen në Kalabri. Me Josifin ka qenë gjithmonë të pafundme me bisedat me artin, pikturën dhe muzikën, dhe unë kam pas fatin të jem mik i tij që të mësoj edhe unë elementet e para nga historia e artit. Por ajo që desha të theksoj më tepër është talenti i tij poliedrik. Më kujtohet që në kohën e liceut, në një canzonissima të viteve 70, ai arriti të skicoj me laps dhe me karakter të gjithë këngëtarët e spektaklit televiziv, duke pasur në dispozicion vetëm 2 minuta aq sa zgjaste kënga. Ndërkohë më kujtohet që në momentet të caktuara të kohës lirë më theshte ulur në piano dhe këndonte nga fillimi deri në fund Cavatinën e Figaros të Rossinit. Kuptohet me një italishte të shpikur, të ngjashme me anglishten e Celentanos, dhe aftësitë e tij ishin të mëdha edhe në fushën e aktorllekut, nëse më thuhet, ishte i aftë të imitonte të gjithë pedagogët tanë, aq sa shumë student, o bashkë student aktor të dramës e kishin zili. Natyra e tij e hedhur plot temperament, humor, i shoqërueshëm me të gjithë, e kthente në një lider në momentet e atërshme të Zvagos, në zboret, në aksionet, ku ai me humorin e tij të njohur që në atë kohë stigmatizonte situatat banale, vulgare të momentit, duke i transformuar në atmosfera gazi dhe satire. Poi është e njohur aftësia e tij për të miqësuar, humori i tij pashtershëm, thjeshtësia dhe modestia e bashkuar në një talent të shumanshëm. Një mik i vërtet, i cili ditë të ndodhet afër edhe në momentet më të vështira të jetës. Ju jetoni në Itali dhe jeni larguar pothuajse në një kohë me Droboniku në vitin 90. Çfarë mund të na thoni mbi historinë artistike të tij në Itali? Po, është e vërtetë, ose më saktësisht. Josifi u largua disa muaj para meje, në sajtë të ndihmës së tij u takuam në Kalabri, duke jetuar në 2 vende të afërta arbëreshe. Mbasi e dini, Josifi u vendos përfundimisht në Lungro të Kalabrisë, që akoma dhe sot konsiderohet zemra shpirtërore e bashkësisë më të lashtë të arbëreshëve. Si të gjithë krijuesit shqiptar që u larguan ato vite, ai e dinte me siguri se çfarë po linte mbrapa, por nuk arrinte të imagjinonte të ardhmen e vet profesional në një vend të ri që është Italia. Dhe siç ndoshta dihet një të tjerët, në Shqipëri Droboniku la pas një krijtari tashmë të afirmuar në nivel kombëtar. Mbas kryerjes së studimeve fillimisht në Liceun Artistik të Tiranës dhe mëtej studimet në Institutin e Lartë të Arteve. Ka punuar në zhanre të ndryshme të artit, pamor duke filluar që nga filmi multiplikativ pranë kinostudios dhe mëtej në fushën e pikturës dhe mozaikut monumental. Këtu mjafton të përmendim bashkëautorsinë dhe realizimin e mozaikut madhështor të Muzeut Kombëtar në Tiranë. Ndërkohë, në Lungro, pati fatin të njohë peshkopin e eparkisë së qytetit, i mëzot Ercole Luminaci. Dhe i nuk lyde shumë kohë i mëzot Luminaci që të kuptonte që kishte përpara një artist mjaft talentuar, të cilit edhe mund t'i besonte punimet artistike për kishët e tyre bizantine. Në ato punë të para që filluan të pasuronin kurrikulum artistik të Drobonikut, bën që si peshkopi, si eparkia të fitonte një besim kaq të madh sa t'i besonte pothuajse të gjitha veprat artistike në brendësi dhe jashtë kishave të ritit greko-ortodoks. Edhe nga ky moment u redaktua pothuajse plotësisht ardhja, importimi i artistëve të huaj, kryesisht grek që deri në atë kohë kontribuonin në pasurinë artistik të këtyre kishave. Duhet të thënë që Josip Droboniku është i shoqëruar profesionalisht nga bashkëshortja e tij Liliana. Dhe kështu që ai filloi një rrugë artistike kaq konstante dhe gjithmonë më të rafinuar në krijimin dhe interpretimin e veprave ikonografike, duke na zbuluar kështu dhe një skaj tjetër krijues të tij. Jo vetëm në shpejtësinë e jashtëzakonshme të përveçsimit të teknikave të reja, si ikonës,
por dhe e një ekuilibri, do të thesha, të gjetur kaq lehtësisht, kaq mrekullisht midis kanoneve të repta shumë shekullore të ikonografisë dhe ekspresivitetit emocional kohor. Për këtë artist, që fati ja solli të jetojë në dy epoka artistike dhe historike krejt të ndryshme, si mund të spjegohet përjetimi i natyrshëm nga ana e tij e dy jetëve artistike të ndryshme? Duke qenë një artist që i përket të paktën dy epokave historike dhe sociale, flasim këtu për realizmin ashtu quajtur secessionist dhe artin bizantin, te ky artist të çudit para së gjithash aftësia krijuese e tij shumë planëshe. Ai arrin në shumë pak kohë të kalojë nga aspekti monumental i artit të ashtu quajtur realizm socialist në një lloj transfigurimi solemn të figurave bizantine, të cilat si dihet pasqyrojnë njeriu shpërblimtar në aspektin fizik dhe në atë të lumësisë së tij. Sigurisht, konvencionet kanë rezultuar gjithmonë si zinxhira të rëndë për krijuesin, por shpesh ndodh, sipas merit, kur talenti është i bollshëm, arrin që t'i kapërcej këto zinxhira në një kohë pothuajse rekord. Tashmë të gjithë e njohin Josifin në linjën e tij të sigurt, në aftësinë e kompozimit të figurave të shumta. Përgatitja teknike dhe artistike e përgjithshme në Institutin e Lartë Arteve e kishin gjatë përgatitur për të kthyer jo pa lodhje dhe mundim sigurisht në artistin e ikonës, të afreskut dhe të mozaikut të stilit neo-bizantin. Duhet përmendur që aroma e artit bizantin nuk u shfaq si një lloj risie për Drobonikun. Ai lind dhe formohet në Shqipëri një ambient kulturor fatlum, për vetë faktin që mbijetuan deri në fund i gjithë fondi i ikonave të shkollës së Beratit, të themeluar siç dihet nga Onufri dhe të trashëguar pastaj nga i birit i Nikola. Kështu që kjo aromë, sikur ridoli nga subkonscienca intime e mjeshtrit tonë në riprodhimin artistik të Krishtit, të shenjtëve apo të enjëve të përjetshëm. Dhe duhet thënë që ardhja në Kalabri midis komunitetit arbëresh i lejo artistit të rizbulojë edhe një herë të trashëgimi shpirtëror dhe kulturor. Për të pasur një sukses të tillë, pothuajse të papërsëritshëm në artin shqiptar të 20 vjetëve të fundit, mjafton vetëm talenti artistik i Drobonikut apo të realizosh mozaik, afreske, ikona, do të thotë një veprimtari sipërmarrëse, shumë komplekse. Do të thotë punë në grup, pra marrëdhënie me arkitekt, me përgjegjës monumente shkulture, raporte politike me asesorate, mjeshtra murator, magazina materialesh më të rrallët, instrumenta e vegla nga më të dëgjuarat, ngjyra dhe penela dhe me të tjera klasike për piktorin e traditës lashtë. Pra, do të thoshe, do të theksojë që krahas aftësisë së tij krijuese të kultivuar në vite, ai rezulton sot si një sipërmarrës me një intuit dhe inteligjencë natyrale, me aftësinë e tij tashmë proverbiale të përshtatjes dhe integrimit social. Dhe sot ai është titullari i ndërmarrjeve familjare, prodhimesh artistike në gjiniet e lartpërmendura. Në mënyrën e vet, sot Droboniku ka peshën dhe hapësirën e vet si një nga autorët më të kërkuar në fushën e vet në Itali. Studia e tij quhet Arbor Art, ndodhet në Lungro dhe ka përmasat adekuate, është e madhe për dimensionet shpesh madhështore të vetë veprave të tij. Por si vitrinë vërtet artistike ngelet laboratori i tij hapur në Altomonte, një qytet tjetër në provincën e Cosenza, që tashmë është e njohur në nivel kombëtar në Itali si një qendër e njohur aktivitetesh kulturore dhe artistike. Sipas jush, cili është vendi që i takon Drobonikut në historinë shqiptare të arteve figurative? Sigurisht nuk kam kompetencat e duhura profesionale për të dhënë gjykime serioze. Unë jam një miku i tij i afërt edhe nuk mund t'i shpëtoj subjektivizmit.
Po, më pëlqen ndërkohë të them që si mas meje, sot nuk ka artist shqiptar në Itali dhe jetë që të afrohet artit bizantin të Drobonicut. Në qoftë se duhet gjetur patjetër një krahasim, mendja më shkon veç tek tradita, tek Onufri, tek Shpataraku, tek Zografi, sa do më një math të duket ky krahasim, e poi që Droboniku është i vetmi ikonograf shqiptar aktiv sot në kishat bizantine që shqiptarët rindërtuan në jug të Italisë në këto 5 shekujt e fundit. Dhe jam i bindur që në 10 vjeçar dhe ndoshta edhe në shekujt e mëdhenj, këto kisha do të kenë akoma në brendësi dhe jashtë veprat e Drobonikut. Shtoj ndërkohë që katedralja ortodokse e përfunduar së fundi në Tiranë do të konsiderohet me siguri një tempull pelegrinazhi edhe për turistë të zakonshëm dhe jo vetëm për besimtarët e saj. Ju njiheni mirë dhe me Lilianën, bashkëshorten dhe kolegen e Josifit. Në krah të piktorit qëndron që nga bankat e shkollës dhe deri më sot bashkëshortja e tij Liliana, një piktore e talentuar që në një mas të caktuar përbën të ashtu quajturën alter ego të tij. Dhe për këtë është shpesh shumë e vështirë të dallosh me saksi ku fillon vepra e Josifit edhe ku fillon bashkëpunimi i Lilianës. Unë mendoj që aty ku vemrej një finesë tepër femërore, padyshim kemi të bëjmë me kontributin e saj, me shijen e saj, me formimin, me eksperiencën e saj piktorike. Ajo ka ndejur dhe jeri në krah si kolege e denjë, si bashkëshorte dhe si një koqire e mbaruar, si i themi ne, nga Korça. A mund të flasim për një stil të vetin drobonikian, kur është fjala për një art të kushtëzuar nga kanone, rregulla ortodokse si arti bizantin? Në qoftë se do t'i bërë rastit ndodheni përpara një ikonostasi apo mozaiku të madh të Drobonikut, pra me dimensione relativisht të konsiderueshme, me siguri do të provoni ashtu si dhe unë ndjesinë e harmonisë dhe solemnitetit, e cila transformohet së bashku me ju në një lloj liturgjie figurash dhe ngjyrash, që kanë të përbashkët, do të thosha figurativisht, qiellin dhe dheun, në një liturgji kozmike, ku ngërthehet dhe përfshihet edhe njeriu, i transformuar nga spektator në aktor, gati i murzuar në veprën e artit që është duke soditur. Edhe ndihet se kur ndodh ky fenomen i tillë i quajtur poezi, vepra artistike merr aromën e lehtë të amshimit, të përjetësisë.